Gjumal, përshëndetje. Se e mirë, jam Granit Tahiri, gazetar shënjes të Bigna. Jam të dashur me pyet më e hap. Jam të dashur me pyet për pse AGK-ja nuk po reagon për rastin e Valon Sylës, është i akuzuar edhe nuk ka asnjë reagim, është të marrë pjesë televizion pa ndërprer. Valon Syla nuk është antar i AGK-s. Na mirëmbjell me antarët që janë të AGK-s. Natyrisht, në fund është çështje e të shtatit me vendos nëse dënë me qita për jo në televizion. Që me kuptu sakt, AGK-ja nuk ka ndur kur gjë me bën këtë aspekt? Jo, na jena OJS, na nuk mujna me marrë vendime kush ku dele dhe kush ku parasitet. Të më thonë, janë vendime të mediave, në fakt na smirëm me media, po mirëm me individ me gazetar. Çfarë mesazhi përcjell prezenca e një personi që akuzohet për dhunë? Na jemi kundër jo veç kur janë pyetje gazetar, na jemi kundër ekspozimit ose daljes në televizion të njerëzit që janë të qoftë akuzuar, qoftë përmendur për çdo lloj dhunës. Do të thonë edhe personalisht, po edhe si AGK, mendojmë do të thonë që televizioni duhet me marrë vendime të tilla që jo veç gazetar, po edhe individ tjerë që janë përfshim në situata të tilla mos me i qitë televizion. A kërkoni prej Leonard Kërçukit mos me e thirrë në emision Valon Sylën? Sa po e dhash përgjigjen, në fundi mbetet Leonardit edhe të shasit në vendosme. Shënjestër.net